Vallahi vëllezër, është frikë tash me hyp në autobus. Është frikë me hyp në ballan. Është frikë mi pa 10 vet bashkë, sepse nin gjana turpshme. Ati je me familje, je me grua, me fëmijë, me vajzë. Edhe turprohesh ka nin në shëshe. Pe një pandershmit që mendon se ai mund ta imponon moralin tjerëve. Sepse ai ka degeneruar vetë dhe ka dekapitulu fatin e jetës tij. Sepse s'mrin brigje xhenete që s'ka moral. S'mrin. Komunar rrugës. Edhe ai mendon, edhe çka thotë, unë kam të drejtë. Pa drejtë jemi. Jo, s'është drejtë jote. Morali publik s'është drejtë jote. Kush ka thonë se morali publik është drejtë jote? Ku i kemë mësuar? Po për me çrregullu shoqërinë, me degenerurin, ata thirrën në përmendje të tilla se unë kam të drejtë. A ka të drejtë ai kushtu në xhami mu çu mu zhvesh? Kush ka këtë drejtë? Kush ka këtë drejtë? Si shembull, me thonë unë jam i lirë bëj çfarë dush. Kush ka thonë? Kjo liria i ka do vija, i ka do kufi. Të lirë absolutisht janë veç kafsht. Ata në lirë. Edhe s'japin llogari për para Zotit, sepse i ka kriju Allahu tim. Amo njeriu je përgjithësi, se ka mendje, ka logjik. Pra, kështu vëllezër të dashur, të humb parimet, edhe ka humb efekti në familjen, shoqërinë, rreth e kështu me radhë. Edhe këtë pasuri që Allah ne ka dhënë, edhe këtë liri që kemi, nuk po e shijojmë sa duhet për shkak të devallëzimit prej pikpamjeve të moralit. Dhe pra ku po flasni për shoqërinë ideale, shoqëria ideale ka këto parime. E ka një rregull, e ka një disiplinë, e ka një moral publik, e ka një sjellje, e ka një kod. A këto fjalë që po i tham i ka përmend Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.